Klodi i thot Tonit, loja që ti mendoje se ishte ende duke u luajtur, në fakt ka mbaruar prej kohësh. Ti nuk e kuptove momentin kur gjithçka ndryshoi, sepse ishe shumë i zënë duke hyrë e dalë, duke parë nga larg, duke folur pa u përfshirë kurrë realisht. Loja nuk është për ata që shfaqen vetëm kur u leverdis dhe zhduken kur situata kërkon qëndrueshmëri. Ti mendove se ishe lojtar, por në të vërtetë nuk mbajte kurrë një rol të vërtetë. Një lojtar merr përgjegjësi, rrezikon, gabon dhe qëndron përballë pasojave. Ti zgjodhe rrugën më të lehtë, të komentosh, të ndërhysh shkurt, të lëshosh fjalë dhe pastaj të largohesh sikur asgjë nuk ka ndodhur. Kjo nuk është pjesë e lojës, kjo është shmangje nga loja. Loja vazhdoi pa ty të tjerët u rritën, mësuan, ndryshuan, ndërsa ti mbete i njëjti, duke përsëritur të njëjtat sjellje dhe duke pritur që dikush ende të marrë seriozisht. Por koha nuk pret askënd dhe respekti nuk jepet për zakon, fitohet me veprime. Ti hyje dhe dilje si të doje, por harrove një gjë të rëndësishme, loja mban mend. Mban mend kush ishte aty kur duhej, kush u fsheh kur u vështirësua dhe kush foli shumë pa bërë asgjë. Sot nuk ka më konfuzion, nuk ka më hapësirë për role të rreme apo për iluzione të vjetra, nuk je më pjesë e kësaj. Jo sepse dikush të përjashtoi, por sepse vetë zgjodhe të mos ishe kurrë plotësisht brenda. Dhe kur nuk je lojtar, nuk ke as fjalën e fundit, as ndikimin që mendon se ke. Shpejt do të dalë një shkrim i gjatë, ku gjithçka do të thuhet qartë dhe hapur. Jo për të sulmuar, por për të mbyllur një kapitull. Jo për të ndezur debat, por për të vendosur kufi. Sepse disa gjëra duhet thënë një herë e mirë, që loja të ecë përpara pa peshën e atyre që nuk din të luajnë. Loja ka mbaruar për ty, tani është koha të pranosh realitetin dhe të kuptosh se jo të gjithë janë të destinuar të jenë lojtar. Disa mbeten vetëm spektator, edhe pse vetë nuk e pranojnë kurrë.